Pas një dite me kaos dhe pritje të gjata në stacionet e autobusëve urbanë në Tiranë, qeveria ka ndërmarrë një masë të menjëhershme për të stabilizuar situatën. Vendimi i shoqatës së transportit për të ulur me 40% numrin e mjeteve të qarkullim kishte shkaktuar fluks të lartë qytetarësh dhe vështirësi të mëdha në lëvizje për mira përdorues të transportit publik. Në përgjigje të kësaj situate, qeveria vendosi të subvencionojë çdo litër karburanti të konsumuar nga autobusët urbanë me 50 lekë për një periudhë prej 3 muajsh. Ky vendim erdhi pas një takimi të zhvilluar në orët e para të mëngjesit mes përfaqësuesve të shoqatës së transportit dhe zyrtarëve të lartë, përfshirë ministren e ekonomisë Delina Ibrahimaj, ministri i infrastrukturës Enea Karakaçi dhe kryetaren e komanduar të Bashkisë së Tiranës Anuela Ristani. Me njëherë pas arritjes së marrëveshjes, shoqata e transportit urban njoftoi rikthimin në normalitet të shërbimit që për kësaj të enjtëje, duke garantuar se qytetarët nuk do të përballen më me vonesa dhe mungesë të mjeteve në linjat kryesore. Ndërkohë, palët kanë rënë dakord që javën e ardhshme të zhvillojë një takim për të diskutuar çështje të tjera të rëndësishme për sektorin, përfshirë të vëshën aksizën dhe kategoritë e qytetarëve që përfitojnë transport falas. Kriza e një dite më parë u shkaktua nga rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare lidhur me zhvillimet në lindjen e mesme, çka detyroi operatorët të reduktonin flotën. Ata paralajmëruan se në mungesë të ndërhyrjes do të përshkallëzonin masat deri në pezullimin e shërbimit. Rreth 250.000 qytetarë në kryeqytet varen çdo ditë nga transporti publik, duke e bërë këtë sektor jetik për funksionimin normal të jetës urbane.